Nuk ka asgjë më të padrejtë se sa të trajtosh një mënyrë të barabartë ata që kanë nevoja të ndryshme. Kjo thënie na kujton një të vërtetë të thjeshtë, por shpesh të harruar. Fëmijët me nevoja të veçanta nuk kanë nevojë për më pak, por për më shumë vëmendje, mirëkuptim dhe mbështetje. Në këtë episod të veçantë të podcastit do të flasim pikërisht për këtë temë delikate dhe thelbësore, për fëmijët me nevoja të veçanta në shkolla, për sfidat që ata përballen çdo ditë, për përpjekjet e prindërve të tyre dhe për rolin që luajnë institucionet arsimore në jetën e tyre. E të ftuar kemi Visar Sadikon, psikolog klinik dhe pedagogun special Arben Zabeli. Ky episod është një ftesë për të gjithë prindrit, mësuesit, drejtues institucionesh dhe opinionin publik për të reflektuar apo ndërtojmë një shkollë ku çdo fëmijë ndihet i pranuar dhe i vlefshëm, apo një sistem ku disa fëmijë rrinë gjithmonë në hije. Përshëndetje Visar, përshëndetje. Përshëndetje. Dhe mirë se erdhët në podcastin Shëndetjen e parë. Gjithmonë kënaqësi me qenë pranë jush dhe sigurisht edhe pranë komunitetit. Ju faleminderit për hapësirën që na keni dhënë. Pra ashtu siç faleminderit shumë Arben dhe edhe për kohën që gjetët për të ardhur në podcastin tonë, se me të vërtetë ne dim që ju jeni të angazhuar gjatë gjithë kohës me angazhimin tuaj profesional po edhe personal. Kështu që jam shumë e nderuar që ju kam këtu në podcast për të folur për një temë mjaft delikate, për fëmijët me nevoja të veçanta. Visar, vazhdojmë me ju se i përket problematikës, sfidave që përballen jo vetëm ambienti ku ata jetojnë, por edhe ambienti ku ata shkollohen, studiojnë për të pas një arritje më të madhe akademike dhe mendore. Pse kemi sfida sa i përket fëmijëve me nevoja të veçanta në vendin tonë? Mendoj që pjesa më e rëndësishme i përket vetë dijes kolektive. Saktësisht, sfidat fillojnë që nga familja. Dhe stereotipizimi apo stigma e cila përcjell zhvillimin dhe rritjen e fëmijët fillon më nga familja. Shpesh herë kur prindrit fillojnë dhe vrejnë që diçka nuk është duke u zhvilluar krahas moshës së fëmijët dhe bëjnë një vlerësim psikologjik, në vizitën te psikologu ne jemi në gjendje të identifikojmë hapësira zhvillimore. Dhe pastaj japim rekomandimet. Mirë, po prindërit në të shumtën madhore të rasteve fillimisht duan që t'i atribuojnë këto vështirësi një faktori tjetër. Aktualisht po shohim që prindërit po i ekspozojnë fëmijëve ndaj mjeteve elektronike, smartphone-ëve, televizionit e të tjera dhe ngecja e disa shkatësive ju atribuohet këtyre karakteristika. Mirë, po jo gjithmonë qëndron kështu. Do thotë mund të kemi të bëjmë një çrregullim i cili është specifik dhe që është duke afektuar një shkatësi të caktuar apo një grup të shkatësive. Tash, kur fëmijët po rriten dhe kur prindi është në fazën e mohimit, domethënë nuk po e pranon fëmijën me karakteristika që i ka, atëherë po e krijon një terren të favërshëm që nga familja me fillu diskriminimi i nevojave të fëmijët. Domethënë po mundohemi për me atribuat diçka e tjetër dhe duke humbur kohën e vlerëshme të trajtimit. A bëhet kjo nga mosdija e prindërve se si ta trajtojnë këtë fëmijë? Se ndodhin këto? Tani qasja që prindrit po e kanë në internet është nuk mund t'ja referojmë gjithmonë mosdijes. Mirë, po është një mekanizëm mbrojtës që prindi aplikon në mënyrë që të mos ballafaqohet me realitetin apo potencialisht as bëhet atë, dhe që kjo është mekanizmi i mohimit, që do të thotë prindi drejt për së drejti është duke i mohu faktin që fëmiu është duke e zhvilluar një problem të caktuar ose po ballafaqohet me një gjendje të caktuar. Tani kur përveç prindit na zakonisht në komunitetin ku jetojmë jemi shumë të ndjeshëm ndaj emocioneve që familjet i kanë. Dhe për shembull shoku shoqja heziton mi thon prindit që të lutem, shikoje, kam përshtypjen që diçka nuk po shkon, dhe si rrëdhoj koha që është e rëndësishme për stimulim po kalon. Tani kur po vjen koha për fillimin e edukimit parafillor, domethënë sepse gjatë kopshtit ne po shohim që prindrit shpesh herë po i referojnë fëmijë, domethënë për vlerësime, po edhe na duhet me ditë diçka shumë të rëndësishme. Çdo çrregullim i cili është i bazuar në sistemin e klasifikimit ndërkombëtar të vështirësive është i përshkallëzuar në formën e lehtë, të moderuar dhe të rënduar, që do të thotë fëmijët të cilët janë lehtësisht të afektuar nga këto vështirësi. Shumë lehtë mund me kalu aspektin e kopshtit, mirë po mundet me pas pengesa të jashtëzakonshme në zhvillimin akademik të tyre. Domethënë kjo ndikon dhe afekton dhe në pjesën akademike të tyre në institucionet arsimore. Çfarë mund të themi pak më shumë se i përket sfidave ku fëmijët me nevoja të veçanta përballen, por edhe mësimdhënësit përballen pikërisht me këtë pjesë? Saktësisht. Një ndër sfidat bazë edhe kryesore të cilën ballafaqohen mësimdhënësit, shkollat, komunat, këtë rast është komunikimi me prindër. Po pjesa e kontributit të prindërve, pjesa në të cilën
si e cekja dhe visori, Po. pranimi. Po. Pra, sa më herët që prindrit e pranojnë vështirësinë ose e pranojnë një komunikim të përshtatshëm edhe me pranu dobësitë dhe mangësitë qofshin në sistemin arsimor, pra ne na ndihmon shumë si mësimdhënës. Unë tash në një kohë gjatë merrem me proceset e arsimit edhe të arsimit gjithëpërfshirës, do të thonë prej kohës pas luftës dhe ka pas ndryshime të shumta edhe ndërhyrje edhe intervenimet procesit arsimit gjithëpërfshirës, si nga OJC, si nga ministria, si nga shteti, nga gjitha, mirë po sfida kryesore ka mbet gjithnjë pjesa e komunikimit me prindër. Pra, ne gjithmonë thom intervenime hershëm edhe saktësisht ndihmon intervenime hershëm në mësimdhënie. Pra sa më herët se ne fëmijët janë si një lule e vogël, momentin që domethënë fillon ajo mbjellja, përkujdesi, rritja. Po besoj që ajo duhet të jetë vëmendja, fillet e saj. Absolutisht. Momentin që ne i dim herët vështirësitë e një fëmije apo një nxënëse, e ndihmon procesin e mësimdhënies, ndihmon procesin e individualizimit, metodave të mësimdhënies, planifikimit të mësimdhënies individuale, të cilat pastaj ndihmojnë fëmijën në këtë rast dhe mësimdhënësin, ambientin shkollor dhe përgjithsisht komunitetin. Për shkak që herët identifikohen, herët bashkëpunimi shtohet si me psikolog, si me ekipet komunale vlerësuese, si me intervenimin e drejtorive komunale të arsimit dhe me kontributin e Ministrisë të Arsimit. Pra, kjo ka qenë një sfidë ndër hallkat e zhvillimit të arsimit gjithëpërfshirës gjithmonë, sepse vonesat e pranimit nga ana prindërve. Ne, si mësimdhënës, na shkaktojnë telashe të mëdha, na shkaktojnë probleme të mëdha në ofrimin e shërbimeve adekuate të gjithëpërfshirës. Pra, nuk mund të ofrojmë diçka individuale për një fëmijë, sepse udhëzimet edhe ligjet tona në fuqi i dhojnë prioritet prindit që duhet ta ketë aprovimin gjithsesi nëse duhet të ofrohet një shërbim i veçantë fëmijëve. Këtë rast qoftë plani individual, qoftë vlerësimi i fëmijëve, pra fuqia prindërve është aq e madhe saqë kur neve si mësimdhënës na vonohet ky proces. Domthonë nëse vetëm vrehen disa shenja të vështirësive në të nxënët të fëmijëve, nxënësve këtë rast, domethënë nëse ne nuk intervenojmë më një herë, ato pastaj me vite veç përshkallëzohen, vështirësohen. Kemi pas shpesh raste që mu ka dosh individualisht, privatisht takuar me prindër, edhe përveç anës zyrtare, është dosh privatisht, sepse të thonë të lutem në kuptimin që duhet është momenti. Edhe si ka qenë reagimi i tyre? Ka pas nga ato raste që ka pas vështirësi. Por ka shumicën e rasteve ja kam dalë, sigurisht mendimin e aktorëve të tjerë. Bëlem shpesh herë punën e parë kam filluar në fshatin tim në një klasë bashkangjitur. Edhe aty ka pas vetëm fëmijë me nevoja të veçanta. Ka qenë projekt i Ministrisë finlandeze bashkë me Ministrinë e Arsimit deri në vitin 2010 kanë qenë aty klasë të bashkangjitura, që tani janë shndruar në dhoma burimore. Dhe kur kam ofruar shërbime në atë kohë, ka pas shumë paragjykime, ka pas shumë vështirësi në pranim të asaj klase të ofrimit shërbime, po fatmirësisht me një punë të gjithë kolektivit shkollës, gjithë komunitetit, pra kemi bindë si komunitet që ajo është për të mirën e fëmijëve, për të mirën e nxënësve, sepse ka qenë. Pra, problemi ka qenë te vetëdijësimi, te informimi, tek mentaliteti i popullatës, i komunitetit ku ata bëjnë pjesë. Dhe një gjë që është e rëndësishme sepse deshta kolegu e theksoi shumë mirë këtë pjesë, që është çështja e pranimit, sepse ne shohim diçka. Për shembull, kur vrim që ka një zhvillim atipik, me fjalën atipik në kuptohet jo i zakonshëm, mos të një normal. Domethënë ka një zhvillim atipik që ndodhet tek fëmijët, dhe tani fëmijët e kanë një potencial për të zhvilluar vetveten. Nëse eventualisht ambienti është resourceful ose përmbushës ose mbështetës, potenciali i fëmijës shfrytëzohet maksimalisht, që do të thotë nëse fëmiu ka pas potencial për me zhvilluar një vështirësi të caktuar. Mirë, po nuk është intelektualisht i afektuar, siç ndodh për shembull në formën e çrregullimit të spektrit të autizmit që nuk preket intelekti konkretisht, në disa forma të saj, fëmiu mund të me arrit potencialet e plota. Ndonjëherë ndodh që nëse fëmiu do të fillohet të intervenohet nga fillimi, ngecjet e lehta munden me ndiku që fëmiu me i zhvilluar relativisht mirë shkatësi që jo domosdoshmërisht me qenë i varur prej asistentit. Mirë, po ka raste të cilat afektohet më tepër aspekti komunikimit të fëmijës, ndërsa që funksionet e tjera janë të ruajtura, që do të thotë gjuha receptive, pranueshme është funksionale, gjuha e shprehur është më dobët, po fëmiu jo domosdoshmërisht gjithmonë përmes asistentit ose përmes një plani individual arsimor. Mirë, po, duhet të edukohet. Por në momentin kur familja e mohon vështirësitë, domethënë është cenuar pranueshmëria e fëmijës, konkretisht hezitojmë të ballafaqohemi me realitetin duke e
modifikuar atë sipas nevojave emocionale që na i kemi, atëherë ne i kemi humbur komponentën e kohës. Që do të thotë, vështirësitë sado që kanë qenë të vogla, ato me kalimin e kohës shkojnë duke u përshkallëzuar. Domethënë dhe akoma më tepër afektojnë jetën e fëmijët. Tash aktiviteti jon, domethënë aktualisht ne flasim për neurobiodiversitetin, domethënë është një temë që prek domethënë persona të ndryshëm, domethënë në kuadër të zhvillimeve atipike, jo të gjithë njerëzit janë njësoj, domethënë fëmijët mundën me pas probleme të natyrave të ndryshme, mirë po është vërtetur që neuroplasticiteti, aftësia e trurit për me një farë mënyrë me qenë më kompakt, me funksionu më mirë, me lidh strukturat të cilat janë përgjegjëse për një komunikim është më e madhe kur jemi të vegjël, se sa kur ne të rritemi, sepse ky proces me kalimin e kohës përshkallëzohet, nuk ndalon asnjëherë. Mirë po potenciali i tij zbehet, që domethënë ndryshimet do të ndodhin në këtë grup moshë në mënyrë që të garantojmë ndoshta një jetë më autonome, më funksionale në të ardhmen. E vërtet, domethënë unë visar çka po vrej në këtë bisedë tonën është që ne duhet të edukojmë, të vëdisojmë prindrit që mos ta mohojnë një gjë të tillë, sepse ajo vetë se ka ndodhur. Ne duhet që të ndërhyjmë tek ai fëmijë në mënyrë që ai të zhvillohet në mënyrën më të mirë të mundshme se gjithë fëmijët tjerë në këtë jetë. Përveç prindërve, do thotë është mirë komplet shoqëria të vëdësohet, sepse edhe prindërit nuk e kanë të lehtë. Sepse dimi ne si popull jemi pak jemi paragjykues, e shpesh herë prindërit si shkasi paragjykimeve, do thotë edhe nuk e pranojnë pavarësisht vështirësinë. Fatmirësisht shpesh herë edhe jemi në një stad që kanë ecë pozitivisht gjërat, po flas prapë për një ku më herët që ndoshta as nuk i kanë leju fëmijët të shkojnë në shkollë. Unë kam qenë pjesë e sistemit. Të ka ndodhur vite përpara. Për po flasim për 7 vite, 10 vite. Për pjesën e pas luftës. Gjithë një pjesën e pas luftës. Sepse sot nuk e di që ka ndonjë rast që prindrit nuk lejojnë fëmijët të shkojnë në shkolla. Edhe mund të ketë, në vend të thellave mund të ketë, sepse ne nga procesi mësimor mund ka rastis të jem shumë në Po, jem afër atyre edhe i din po. Dhe i koroste që edhe domethënë as janë të mbyllur saqë nuk e dërgojnë fëmijën në shkollë. Pastaj shpesh herë mungesa domethënë pas kemi problematika dhe më thella. Mungesa kushteve të përshtatshme në shkollë, shpesh herë edhe i pamundson që ofrimi shërbime adekuate. Prandaj edhe prindërit këtë pikë hezitojnë të i dërgojnë fëmijët në shkollë dhe sigurisht pastaj kjo paragjykim i përgjithshëm dikon edhe tek prindërit. Pra, sa shumë ka rëndësi një çift kur të vendosin ose edhe kur martohen dhe nëse nuk e kanë në plan një fëmijë, por vjen në jetë, sa shumë ka rëndësi që jo vetëm mjeku familjar, por edhe një psikolog, një trajtim te psikologu, pavarësisht gjitha rrethanave, është fëmia ju duhet ta pranosh secil dhe të intervenosh tek ai fëmijë. Në të vërtetë globalisht është komponenta e psikoedukimit ku çiftet e reja pranojnë shërbime informative, kuptimin që edukohen për shëndetin mendor, sepse një martesë, një shtatzani provokon ndryshime të shumta emocionale dhe ideja është që të minimizojmë elementet e distresit konkretisht që mundën me afektu qoftë shëndetin mendor, qoftë shëndetin fizik, po tani po flasim veçanërisht për nënën për shkak se është bartse e foshnjës. Ne i dim që disa çrregullime të cilat ne i njohim, ato kanë një etiologji, do thotë ka një bazë të mendohet sepse dëmtimet të cilat kanë të bëjnë me aspektin emocional, frustrimet të vazhdueshme, ndoshta neglizhenca që mund t'i bëhet nënës, ndoshta një shok i rënd emocional munden me ndiku që me urritur nivelet të stresit që pastaj tek fëmijët munden me shkaktu një problem. Për shembull, ADHD-ja, çrregullimi mungesës së vëmendjes dhe hiperaktivitetit mendohet që këtu bazën e ka. Prandaj edhe shpesh herë ne shohim që kur marrim anamneza të pranimit të dhënave, shohim se është mungesa e përdorimit të suplementeve siç është acidi folik, edhe domethënë suplemente tjera shtesë, kjo vjen ndoshta si pasojë një neglizhence, mirë po që në fund e ka një çmim shumë të madh, çka na mundohemi është të rrim gjithmonë afër, mirë po tani shpesh herë edhe një gjë tjetër shumë e rëndësishme që dashna me ecek është prindrit ndonjëherë edhe hezitojnë për me dashur me u ballafaqu me faktin sepse këto, domethënë kur ka një fëmijë me vështirësi në zhvillim, sepse këtu është ajo komponenta e stigmës që mundon me atribu problemin nanës ose babës. Për shembull, ka një problem i cili domosdoshmërisht patjetër duhet me pas një predispozit gjenetike për me gjetë dhe shpesh ushtrohet presion prindërve nga familjarëve që të bëhen teste gjenetike për me kuptuar se nga cila palë po vjen. Unë fuqishëm i diskurajoj prindrit me bë këtë gjë. Sepse para ato nuk janë që testet të cilat 100% na flasim me siguri të plot. E dyta është çështja që mendoj që investimet të cilat bëhen për me realizuar këtë lloj vlerësimi janë shumë të shtrenjta
qëllimi është që çka të bëjmë tani e tutje, domethënë si mundemi me modifiku ose me ndryshu, me përmirësu jetën e fëmijët në mënyrë që të mos fokusohemi te origjina e problemit, sepse ai neve nuk na zgjidh problemin. Sepse ajo ka ndodhur. Ka ndodhur, pikërisht. Po, shumë e vërtet. Po, Arben, sa janë të përgatitura institucionet tona arsimore me që në këtë fushë që t'i pranojnë edhe të trajtojnë fëmijët me nevoja të veçanta në Kosovë? Realisht ka vështirësi të mëdha, duke filluar prej përgatitjes së mësimdhënësve. Do thot nga terreni, nga vizitat, nga trajnimet të ndryshme dhe puna që më ka rastisur me shku në gjitha komunave, në komunat ka mungesë trajnimeve për arsimit gjithëpërfshirës. Do thot, unë jam edhe trajner i shumë programeve të akredituara të Ministrisë të Arsimit, rastis në për shumë shkolla që nuk e din as konceptin e planit individual, që është një dokument shumë i rëndësishëm për pranimin e nxënësve me nevoja të veçanta. Pastaj një sfidë tjetër që është shumë prezente dhe që e cila është jashtëzakonisht e rëndësishme, mungesa e vlerësimeve pedagogjike. Në rregulla edhe me udhëzime administrative dhe me ligjet e Kosovës, asnjë nxënës nuk mund të quhet me nevoja të veçanta arsimore në rast se nuk është i vlerësuar nga ekipet komunale për vlerësim. Pra, me udhëzim administrativ duhet të vlerësohen nga këto ekipe në përbërje të cilat ka edhe psikolog, edhe punëtor social, edhe pedagog special, edhe mësimdhënës në përshtatës dhe zyrtari komunal. Pra është një ekip që bëhet sipas udhëzimit administrativ 2016 është një udhëzim dhe është rishikuar pastaj ai udhëzim 2024 dhe mes këtyre ekspertëve është edhe logopedi. Pra, i komision në nivel komunal duhet bëj vlerësimet që është disa dokumente të caktuara se duhet i plotësojnë sipas KNF-s, klasifikimin ndërkombëtar të funksionalitetit, dhe të cilat janë jo lehtë për të plotësuar, sepse mes atyre dokumenteve janë 21 aktivitete që duhet të monitorojë mësuesja fëmijë nxënësin këtë rast. A praktikohen në të gjitha institucionet arsimore? Për shkak të mungesës së funksionimit të këtyre ekipeve në nivel komunash. Ka mungesë të profesionistëve? Jo, ka mungesë të funksionimit për shkak që komunat, në shumë komuna, ai ekip komunal duhet paguhet. Në shumë komuna nuk e paguajnë dhe nuk e funksionalizojnë. Shembull, unë kam qenë pjesë një prej ekipeve në komunën e Skënderajit për 10 vite, kemi funksionu, po kemi pas edhe vështirësi, sepse çdo shpesh të ndrohen anëtarët e ekipes. Sapo kemi investuar në një prej ekspert ose specialist vazhdojnë të ndrohet dhije tjetre. Dhe në disa komuna fatkeqësisht nuk funksionon hiç. Edhe prandaj, kur jemi te kjo pikë, mungesa e vlerësimit. Pra domethënë dalën tek një problem tjetër komunal. Sa. Domethënë, kjo është një problem që kësaj në shpeshherë kemi diskutuar në takime ndryshme, edhe me Ministrinë e Arsimit, edhe me Ministrinë shpeshherë ka pas përfaqësues Ministrisë të Financave, kemi thënë që duhet të jetë e fuqizuar kjo ekip, derisa ka gjithë këtë kompetencë. Pra, asnjë nxënës nuk mund të ketë plan individual në rast se nuk është i vlerësuar nga kjo ekip. Asnjë nxënës nuk mund të ketë. Sepse aty dhe problemi i mësuesit që e kanë në klasën e tij apo të saj një fëmijë me nevoja të veçanta, sepse ndoshta është unë po flas nga aspekti im si qytetar, mirë po është e pamundur që një mësues me mbi 30 fëmijë në një klasë të merre specifikisht edhe me një fëmijë me nevoja të veçanta i vetëm. Natyrisht. Drejt për drejt lidhet edhe pozita asistentit. Do thotë edhe nëse komuna pranon një asistent, nuk mund ta dërgoj në rast se ky ekip nuk e ka parapatë të cilin nxënës të shkojë ai asistent. Pra, të gjitha mekanizmat janë të lidhur me këtë ekip komunal për vlerësim. Pra, derisa këtu po kemi vështirësi funksionalizim. Pastaj mësimdhënësit kanë vështirësi të dinë se cili nxënës është me nevoja të veçanta. Cili nxënës ka vështirësi të lehta mësimore, cili nxënës duhet të ketë plan individual, apo cili nxënës të referohet me shërbime tjera, në këtë rast psikologut, logopedit, fiziatrit apo edhe profesionistëve tjerë. Pra është një pikë që cilën ballafaqon drejt për drejt mësimdhënësit. Po, visa mund ndërlidhemi, po. Sepse formimi i ekipit multidisiplinar bën gjithmonë një plan, e krijon një terren më të favorshëm që fëmiu me përfitu. Tash natyrisht që për shkak ndonjëherë prindrit në mungesë të një reagimi të tillë nga DK-t referohet tek institucione private për me pranuar një shërbim psikologjik. Mirë po, është shumë e rëndësishme që prindi të dinë diçka. Ne kur masim koeficientin e inteligjencës e paraqesim potencialin e fëmijës për të, domethënë, qoftë vështirësi, qoftë domethënë potencialin për të arritur ose pengesat që mund të dalin gjatë rrugës, i klasifikojmë ato sipas nivelit të vështirësisë dhe japim raportin në të cilin rekomandojmë që shkolla pastaj të merr procedurat më të thjeshme, që do të thotë
Një vlerësim psikologjik dhe një diagnostifikim i mirëfillti problemit nuk është ajo që i shërben ndoshta shkollës për me realizu, domethënë tash plan individual, pa kaluar në këto procese. Mirë, po është e rëndësishme të bëhet kjo në mënyrë që të kuptojmë saktësisht se cila është mënyra me të cilën na referohemi për me pranu një shërbim të tillë. Sepse ka raste kur i është komunikuar prindit që mirë, tani na nuk e kemi këtë mundësi. Për shembull, DK-ja na e kemi bërë kërkesën, por nuk është formuar komisioni. Tash si fëmijë është një humbje shumë e madhe e kohës se fëmiu fillon dhe pret. Çka ndodh në ato raste? Referohemi te kapacitetet që ka nivel më të ulur për me mujt me fuqizu ato përmes procedurave të stimulimit akademik, që do të thotë ndihmohet fëmiu jashtë këtyre kornizave derisa të hartohet ky lloj plani, në mënyrë që fëmiu mos më mbet në pritje, sepse ndonjëherë këto procedura dhe mund të zgjaten. Domethënë nuk është edhe pasiviteti sigurisht që nuk e ndihmon. Natyrisht jo, padyshim që një fëmijë që të zhvillohet, sepse ai gjatë gjithë kohës ka nevojë për zhvillim, ka nevojë për trajtim, ka nevojë për ndërhyrjen tonë, apo të psikologëve klinik, apo të pedagogëve. Një problem tjetër, domethënë kjo është zhvillimi profesional i mësuesve, që pak më herët thash, po duhet ta zgjeroj më shumë. Po ne bisedon para podcastit bashkë, edhe më tregove që janë vetëm 3 gjenerata. Që janë të diplomuar, janë 7 gjenerata. Okej. Në 19 agjensioni për aftësim profesional, aftësim profesional organizon bashkë me personin britanes, organizon një kualifikim niveli 5. Pra nga kualifikim gjenerata por ka ndonë njësin asistent. Pastaj çdo vit është shtuar numri asistentëve. A ka mjaftueshëm? Jo, nuk ka mjaftueshëm, por çka është më e keqe, ka shumë komuna që ka asistent të diplomuar dhe nuk e zhvon mundësia me punu. Po për shkak të këtij problemi që e cekët paraprakisht, po. Për shkak se shumë komuna kanë vështirësi buxhetore dhe nuk kanë arritur të punojnë. Pra, pastaj nga kjo, shpesh na vjen që mungesa asistentëve, pastaj kemi edhe asistent privat të cilët angazhohen nga familjet. Që kjo në kushte normale se çdo shme ndodh për shkak që është shteti obligum, shkolla, komuna, ministria të caktoj asistent për nevojat dhe kërkesat e shkollave. Dhe kjo, sigurisht, prapë po them ndërlidhet me sa pjesën e vlerësimit në nivel komunal. Edhe kjo faturë sigurisht që i bie sepse tash me thonë të drejtën misioni, roli dhe çdo gjë që lidhet rreth funksionimit tonë si profesionist, qoftë në aspektin e funksionimit që unë e bëj si psikolog klinik, qoftë si kur Arbeni që është pedagog special, ne shohim që vëmendja e gjithë mbashme e pozitave udhëheqëse nuk është orientuar në këtë çështje fare. Shembulli konkret është na nesër kemi zgjedhjet. Në asnjë debat nuk është përmendur fare mbështetja e fëmijëve në këto aspekte. Domethënë janë pikërisht zgjedhjet komunale, jo komunat ato që kanë këtë segment në dorë. Janë ato të cilat duhet mi dhënë frymë. Në asnjë diskutim se më shumë vëmendje kam shikuar, domethënë nuk është përmendur fare çështja e DK-ve, nuk është përmendur ngritja e cilësisë së mirëqenies së aspektit të fëmijëve me nevoja të veçanta, rritja e numrit të asistentëve. Domethënë është temë që abstrahohet gjithmonë, ne jemi të fokusuar vetëm te gjanat objektive që po shihen. Mirë po, na po kemi të bëjmë me domethënë mirëqenien e familjes, duke asistuar fëmijën sepse familja është një sistem dhe një fëmijë që nuk zhvillohet mirë padyshim që afekton dinamikat e këtij sistemi. Domethënë nuk është diskutuar. Gjasa që është që ne nuk mendojmë që përmes këtij podcasti na kemi bërë mrekulli. Ideja është që na ta shfrytëzojmë një mundësi për t'i ardhur në ndihmë komunitetit se si të orientohen së pari, mirë po në të dytën të prekim pak nivelin e ndërgjegjjes së njerëzve të cilët janë në pozitën për ta bërë këtë gjë dhe gjithmonë e kanë abstrahuar si problem të mundshëm të komunitetit. Ne kemi familje të cilat fatkeqësisht është dashur që edhe atë pronë të pak që e kanë ta shesin për ta mbështetur fëmijën e tyre në procedurat të cilat duhet të ndiqen për me mujt me njëk një arsim të mirëfillt. Njerëzit nuk po e kuptojnë një gjë sepse ne është vërtet që shteti jonë ka të rregulluar mekanizma, domethënë ligjërisht na jemi gjithçka në rregull, i kemi mënyrat e veprimit, mirë po zbatueshmëria e tyre nuk lëshon për të dëshiruar. Ne po shohim që zakonisht referohen ka pas raste sepse mendoj që ndarja e përvojave personale është e rëndësishme të ditë se ato u flenë shumë prindërve. Ka pas raste ku fëmiu ka një vështirësi. Mirë po si pasojë mungesës së vullnetit të mësuesit për me mujt me mbështet fëmijën, dhe ndonjëherë thotë mësuesi që unë nuk po dua asistent brenda klasës sepse asistenti po ma pengon procesin e mësimit. Domethënë kemi komente nga më të ndryshme. Fëmiu është familje duke mos i ditur efektet është dashur të referojë fëmijën për me pranu shërbime në qendër burimore. Domethënë ne e dimë që klinikisht fëmiu që duhet të adresohet në qendër burimore duhet të ketë një koeficient i inteligjencës me deficit të theksuar.
do thotë duhet të ketë vështirësi zhvillimore, siç është për shembull çrregullimi i spektrit të autizmit, të çrregullimet të paspecifikuara zhvillimore në nivel të rënduar në të cilën patjetër duhet më shku në këtë institucion. Dhe kemi pas raste ku fëmijët nuk e kanë pas shumë të theksuara këto vështirësi dhe janë ndërmarrë iniciativa për me çu fëmijën atje derisa na kemi thonë jo ka dalë. Kjo nuk bën mendohet. Domethënë e gjithë kjo është për shkak se na si profesionistë që ballafaqohem me këtë situatë na po mundohemi me vedisu komunitetin. Po fuqia jonë profesionale është e vogël për me pas në mundësi me trokit në portën e secilit që i ka këto vështirësi. Dhe përderisa është e dhimbshme realiteti ku pozitat të cilat e kanë në dorë këtë situatë nuk e shfrytëzojmë për ta realizuar të si duhet. Dhe kjo ishte shembulli konkret, pra, duhet një dorë e fuqishme që ta shtyj këtë proces përpara, që mos kemi probleme në sistemin arsimor, sa i përket kësaj dukurie, por cili është roli kyç i prindërve dhe mësuesve me fëmijë me nevoja të veçanta në institucionet arsimore, po urnarve? Po patjetër. Unë domethënë kam pas fatin të jem pjesë e shumë dokumenteve të cilat janë hartuar shumë nga ana e Ministrisë të Arsimit, shumë nga ana e komunës. Dokumentet, udhëzimet administrative janë bukur mirë të strukturuara edhe janë të përshtatura. Problemi kryesor që ndron ka ajo që sapo thava kolegu, po dua të shtjelloj të mekanizmat të cilët e promovojnë këtë qoftë ata tek prindrit. Pra, të gjithë prindrit, pavarësisht cilës komunë, pavarësisht nga cili region vjen, pavarësisht cilës vështirësi ka fëmia, pra duhet janë të informuar për vështirësitë, për ligjet, për udhëzimet, për doracak të ndryshëm që dalin. Pra, shpeshherë kemi qenë pjesë, unë jam pjesë hartuese të disa doracakve të anës Ministrisë të Arsimit, edhe doracak tjerë, ju thonë si duhet të gjejmë mekanizmat promovimit këtij doracaku që të bien dorën e secilit mësimdhënës, secilit profesionist arsimor apo secilit prind. Pra që ata të kenë mundësinë është e lehtë të bëhet një udhëzim administrativ. Por më vështirë është zbatimi edhe promovimi atij udhëzimi. Pra secili mësimdhënës në krejt Kosovën, pavarësisht sa i takon në një komunë shumë larg kryeqytetit apo kudo që qoftë, të ketë mundësinë përmes komunave, përmes mekanizmeve ndryshëm, pra të mbahen qoftë një seancë, qoftë një takim, qoftë një punëtori që të promovohet ai udhëzim, edhe të jepen pastaj natë mundësi edhe komentet, edhe ato pastaj vetëm me bëjnë me të bukur, me të mirë, me të zbatuar. Me dijen time e di që mësuesit zakonisht mbajnë trajnime gjatë vitit për zhvillim më të tjeshëm, edhe për këtë pjesë, për fëmijët me nevoja të veçanta. Edhe nuk është që nuk janë të informuar sa i përket kësaj pjese. Unë jam thashë më jetë trajner, por kam disa programe që i kam të akredituara dhe mboj trajnime në tërë Kosovën. Problemi është te mungesa e buxhetit të dedikum vetëm për trajnime. Pra, autonomia buxhetore e shkollave pothuajse ekziston shumë pak. Dhe pastaj kërkesat e mëdha që kanë shkolla, sidomos me kontratën kolektive, problemet e fundit që i kanë pas dhe me përmbarues të ndryshëm, pra komunat kanë vështirësi buxhetore për gjëra më elementare. Prandaj edhe shëron numri trajnimeve që mbohen nga shkolla dhe shumë mësimdhënës, pra nuk kanë mundësi të ndjekjes këtyre trajnimeve. E përkundërse Ministria e Arsimit i ka katalogun e trajnimeve të akredituara, por derisa nuk organizon shkolla trajnime, derisa komuna nuk organizon, janë mungesë. Pra kam hasë në për shumë shkolla ka që akoma nuk e din metodologjinë, qasjen, intervenimin, kushtet e krijuara ose përgatitjen e klasës për pranimin e një nxënësi me vështirësinë të nxënë. Pra janë shumë trajnime të cilat janë të akredituara, që fatkeqësisht nuk kanë mundësi mësimdhënësit të vijojnë. Dhe shpesh herë organizohen grupe caktuara me kushte vetanake ose me pagesa vetanake për me organizuar ose me ndjek një trajnim. A keni trokitur në Ministrinë e Arsimit? A keni dërguar ndonjë ankesë? Jo, Ministria e Arsimit faktikisht nuk organizon trajnime. Ministria e Arsimit sa i përket problematikës komunale. Sigurisht po, unë kam qenë 11 vite zyrtar për arsim komunën e Skënderajt, edhe vazhdimisht kemi trajtuar çështjen e mungesës së trajnimeve. Kjo është në të gjitha komunat e Kosovës, por që duhet të ekzistojë një mekanizëm më i fuqishëm që në një mënyrë të obligoj shkollat të mbajnë trajnime. Por shpesh herë shpesh herë shoh këtë si problematikë ndoshta në nivel universitar, sepse ne shpesh herë kemi një matematicien shumë të mirë, shumë zoti, shumë profesional, por që i mungon pjesa e identifikimit, i mungon pjesa e individualizimit të nxënësve. Por shpesh herë ai shqetësimin bazë e ka për matematikën, për profesionistë e matematikës,
Po arran që mes tjera që kemi një nxënës që ka vështirësi në të mësuar ose në të nxënë. Kemi një fëmijë me vështirësi ose me probleme të aspektit psikologjik. Pra, shpesh këtu pastaj vjen nga mungesa këtyre trajnime. Pra, ku zhvillimi profesional, trajnime për mësimdhënës të fushës të gjithë përfshirës vijnë pikërisht për këtë. Pra edhe fizikan të mirë mund të kenë. Sepse këto kam nga praktika, nga tereni, por që i mungon këtë qosja individuale ndaj nxënës. Po, gjëra specifike që të hapen. Veç unë do të më thonë drejtën do ta lidhja pak edhe me integritetin e mësuesit, si prindi i dytë në jetën e fëmijës. Sigurisht. Për shkak se ne ka pas raste ku kemi pas pozita në të cilën jemi shpesh në vend kontakt drejt për drejt me mësimdhënësit dhe ka pas raste ku mësuesi nuk ka pas ndonjë trajnim specifik për me ditë me asistu fëmijën për vullnetin e ka pas. Edhe ka thonë lutem ndihmom një mua se tregom një pak se si mundem unë me vepru në mënyrë që ta mbështes sepse do me mbështet këtë nxënës. Ka pas mësimdhënës të cilët janë shquar për të qenë të avancuar në këto kuptime dhe nuk kanë pasur gatishmëri ose vullnetin për të marrë. Pikërisht. Dhe ka pas mësimdhënës në të cilët nuk e kanë pasur për obligim për me një këtë proces sepse ka qenë asistenti brenda klasës që që ka asistu fëmijën. Dhe përsëri mësuesi nuk ka dashur me pas asistentin brenda klasës. Tash fatkeqësisht janë përdorur mekanizma të ndryshëm të cilët janë mundu që me e gjetë një mënyrë për me e largu fëmijën nga klasa. Një nga mekanizmat më të zakonshëm që prindrit na raportojnë është kur prindërve të tjerë u komunikojnë fëmijëve, prindërve të fëmijëve u thuhet që nuk po munde me viju orën dhe fëmijët po mngecin mbrapa. Dhe aty ka reagime, Dhe tani ka reagime të prindërve të cilët ngriten në mënyrë që me bo një lloj presioni me largu fëmijën nga klasa. Domethënë tash kjo përveç është e jashtëligjshme, që është antihumane, që është jo në dobi të zhvillimit dhe domethënë përmirësimit të fëmijës, por kjo është shkelje të drejtave bazë të njerit. Prandaj do thotë që kjo në asnjë komponent, asnjë rrethon nuk mund të nuk guxon të ndodhë. Domethënë edhe sikur të ndodhë nuk do të ketë sukses kjo iniciativë dhe fatkeqësisht to raste kanë pas domethënë sukses me ata që kanë dashur kur i kanë bërë shumë presion prindit është detyrë më largu, po ne gjithmonë jemi në mbështetje të prindit duke i parë parasysh nevoja që fëmijë ka dhe natyrisht ta mbështesim edhe institucionin në mënyrën se si duhet të veprohet në këto raste, duke i mbrojtur natyrisht të drejtat e fëmijës. Që do të thotë tash edhe pozita jonë është një pozitë shumë delikate sepse nuk kemi në një tabor ose në taborin tjetër. Ne jemi pozita që po duhet me rujt ekuilibrin në mes të dy faktorëve shumë të rëndësishëm, po gjithmonë duke u kujdesur shumë ndjeshme në mënyrë që fëmiu të përfitojë. Tash ka edhe një situatë tjetër. Ndonjëherë për shkak të shqetësimeve të cilat njerëzit i përjetojnë në jetën e tyre, po kanë shumë të vështirë të ndajnë atë që është personale dhe profesionale. Kjo ndodh sigur me prindërit të cilët kanë një fëmijë me probleme zhvillimore dhe fëmijë mësuesi e thotë të lutem shumë mua më duhet ndihmë, shtesë të lutem referoj te psikologu sepse po na vjen një mendim i dytë ose i tretë. Prindi heziton shumë, domethënë dhe mendon që jo mësuesja nuk po e do, ndoshta ky ka pak vështirësi ata po i arrisin shumë. Ka dhe nga to ide që e ka një problem personal me mësuesja. Ndodhe kjo që del tek po. Mirë, po çdo që të jetë prindi duhet të jetë i vetëdijshëm diçka. Një edukator i mirë është një edukator i cili ka përvojë dhe është në gjendje me i ditë këto karakteristika. Pastaj kur ai bën referime me një farë mënyrë ne duhet të jemi mirënjohës ndaj vëzhgimit që e ka bërë sepse nuk është e lehtë me evidentu këto ndryshime të fëmijës. Dhe nëse edukatori e bën me qëllim që ta shfrytëzojmë kohën e fëmijës. Mirë po, shpesh ndodh që prindi ka një që do të jetë i hapur me edukatorin dhe i thotë shiko, fëmiu im është pak më ndryshe në këtë kuptim, ka pak më shumë vështirësi në aspektin social. Ti do ta vresh që komunikimi nuk e ka shumë mirë dhe pastaj çka ndodh? Ka ndodhur raste ku edukatori duke i ditë ashtu vështirësi, vetëm e ka vu fëmijën me një pozitë dhe thotë ky ka vështirësi, unë nuk muj tashmë, domethënë, pse vjen gjithë kjo? Kjo vjen për shkak të mungesës së njohurive të cilat lidhen me vështirësi specifike. Kjo vjen për shkak të tendencës së generalizimit, për shkak na kemi fëmijë të cilët mund të kenë një vështirësi dhe më së shpeshti quhet vështirësia që prek aspektin e komunikimit dhe socializimit quhet social pragmatic communication disorder, ka një emër të veçantë. Dhe kjo shpesh keq interpretohet për autizëm, që do të thotë kjo nuk është e njëjta. Po dhe sikur të jetë e njëjta, kjo përsëri nuk i etiketojmë, kemi këtë marrjen e etiketimit. Kjo ndodh në kopshte, kjo ndodh në shkolla, ndodh etiketimi është i vazhdueshëm dhe sigurisht tani kjo po përveç se po e thën fëmijën, edhe prindi po demoralizohet, pastaj sepse nuk e gjen mbështetjen që i duhet për me punu me këto raste. Po ardhe. Kësaj çështje mendoj se i ndihmon shumë një kulturë e mirë e komunikimit. Pra shpesh na ndodh në për shkollat tona kjo vlen për të dy anët, edhe nga ana e mësimdhënësve,
stafit akademik edhe nga ana prindëre. Shpesh prindërit janë ata që e neglizhojnë pa komunikime me prindër. Me mësues, me shkollë, nuk gjejnë kohë, i kushtuan shumë punës, i kushtuan shumë obligime tjera, dhe shpesh ndodh në praktikë që unë kam qenë mësues nga 3 nxënës kanë dy prindër. Edhe kanë prindërit po atyre nxënësve që ndoshta atë mas pakti ke pas nevojë me diskutu. Po, që të merresh me ta, për gjëra specifike, ose është pjesa tjetër që takon rrugë, ti ndoshta je me krejt një obligim tjetër, me krejt një çështje tjetër të ofrohet, të thotë më fal apo më flet për filan fëmijë. Thotë, domethënë zhvillojnë një komunikim në një ambient pa përshtatshëm dhe me një komunikim shumë shpejt. Pro shpesh në për trajnime ndryshme, diskutime me mësimdhënës, gjithmonë kam promovu këtë pjesën e një komunikimit mirë, një kulture të komunikimit me prindër. Pra të caktohet vendi, data, hapësirat e përshtatshme, koha përshtatshme me prindër qoftë, edhe nëse janë takimet më të rralla, po kur të bëhet takime bëhet me një evidencë dhe thjesht të krijohet një kulturë komunikimi, një afërsi dhe një fitim i konfidencialitetit me prindin. Pra, sa më afër të jesh me prindin, sigurisht ndihmon proceset të zhvillimit të nxënësve, për shkak se shumë gjëra ne e dim shumë mirë sa është e rëndësishme komunikimi me prindër. Po këtu doja dila tek pyetja që ju bëra më herët, roli mësues prind, sa i ndihmojnë këtyre fëmijëve me nevoja të veçanta? Jashtëzakonisht. Ky trekançi. Okej, kjo ndihmon. Domethënë mësues prind fëmijë. Kjo është bërë shumë kanç. Shumë kanç. Mirë, po më pëlqen kjo është shumë kanç. Po. Më herët e përmend pjesën e rëndësishme. Se ne kemi mësuar gjithmonë një trekanç. Po, është vërtet. Ndoshta është fakt ato. Ide shumë e mirë. Po, sepse ka shumë faktor që mund ndihmojnë. Kemi studiuar pjesë, por tash në kohën moderne, cilën po ne po jetojmë, është bërë shumë kanç, sepse kanë hyrë edhe shumë faktorë që ndihmojnë në këtë rast media, teknologjia. Po shumë se sa fëmijët po e përdorin teknologjinë dhe saktësisht. Mirë, kemi dy anë të medjave, të rrjeteve sociale, të komunikimit online, pozitive dhe negative, duhet kemi shumë kujdes në këtë pjesë, domos tek fëmijët. Sigurisht. Domethënë pjesa po të shfrytëzohet pjesa pozitive dhe duhet promovohet edukimi për përdorim të media ose përdorimi drejt i mediave, çfarë do të qofshin rrjetet sociale apo e çfarë do të qofshin ato, sepse secila ka anën pozitive, sikurse gjithçka në jetë ka anën pozitive dhe pjesën negative. Pra, ne në për shkollave se shumica në shkollave që ka fillu të vendosë se lanë zëllore edukimi medial. Pra në një mënyrë që të ofrohen informacione fëmijëve se si të përdoren në mënyrë të drejtë për këto media. Por, ky proces të pjesa e fëmijëve me nevoja të veçanta ose dhe komunikimi me prindërin ndihmon shumë, pra komunikimi i shëndetshëm me mësimdhënës. Pra, kur ne krijojmë një komunikim të shëndetshëm me prindër, ne morëm informacionet prej dorës parë se çka ndodh kur fëmiu le shkollën, shkon, pastaj përfundon ditën. Sepse ne në shkollë kemi 4 orë pas ora, okay, edhe tash me mësimin tërditor dhe së shkolla, po pjesën tjetër shumë të rëndësishme fëmia ka lënë familje. Dhe ata janë indikatorë që pastaj ne na tregojnë për një vështirësi të fëmisë momentale, ditore. Por shpesh herë janë skena të ndryshme që fëmijë përjeton në shtëpi, qoftë nga sa e vështirë është për mësuesin nëse fëmia domethënë nuk trajtohet si duhet në ambientin familjare, dhe sa është e vështirë për prindin nëse fëmia nuk trajtohet mirë në ambientet arsimore, domethënë e dyanshme. Cila është vështirësia këtu? Realisht në të dy rrethanat është afektuar komponenta emocionale. Fëmijët si qenjë në zhvillim me sipër nuk e kanë shumë domethënë potencialin e lartë që ata të bëjnë këtë zhvendosje emocionale dhe ata mundohen, fëmiu si fëmijë heziton të komunikojë për vështirësitë që i ka. Ne jemi rritur në ambiente ku neve nuk na është folur për problemet të cilat mund t'i kem pasur prindrit tanë dhe si të tillë ne jemi rritur të kuptojmë që të kemi probleme është të turpshme. Ose më tepër preferojmë që të flasim me shokët dhe me shoqet sesa që mundemi me fol me prindin përmes zgjidhjes një çështje. Tani kur shohim se fëmijët kanë vështirësi në shtëpi, ata patjetër që ata interpretojnë atë përmes sjelljes, reagimeve dhe mënyrës së ndërveprimit në shkollë. Mësuesi shpesh herë vren që fëmiu është më pak i socializuar, fëmiu ka koncentrim më të dobët, fëmiu nuk është shumë interesuar për me i bë detyra si ka bë. Menjëherë vren një ulje të lehtë në kuptimin e performancës në aspektin e kurrikulës edukative më arsimore dhe si rrethoj janë disa shenjë të cilat po na plasin që fëmiu është duke kaluar një periudhë të vështirë. Për dallim nga kjo, kur fëmiu kalon periudhë të vështirë në shkollë, mënyra e manifestimit të këtyre karakteristikave është më ndryshe. Fëmia përjeton një farë ankthi të ndarjes, nuk don me u shkëput nga prindi, tenton që prindi me ardhmë me marrë dhe me pru të shkolla.
tenton me gjetë një mënyrë që me u lidh me shokun ose shoqen për me gjetë një farë lloji mbrojtje. Dhe zakonisht nëse këto probleme nuk zgjidhen dhe vazhdojnë më gjatë, atëherë fillon dhe komponenta e somatizimit. Somatizimi është kur fëmiu fillon dhe raporton dhimbje të barkut, të kokës, tjerësitje, të rrora të zemrës, domethënë këto të cilat i ndjen si pasojë ndrythjes emocionale. Kur këto identifikohen dhe zakonisht bëhen përmes vlerësimeve të specifike psikologjike që ne i realizojmë, pastaj japim rekomandimet që duhet. Është e pamundur që na të presim me zgjidh problemin, për shkak se problemi ndodh në shkollë, tash na ti ndryshojmë dinamikat në shtëpi që dhe duhet të ndalet faktori precipitues i problemit, domethënë faktori ose zanafilla që është duke mbajtur problemin. Mbrastet më të zakonshme që aktualisht i kemi janë bullizmi. Po, dhe kjo është temë vete, domethënë paragjykimet, bullizimi. Kjo tash aktualisht është një fenomen në rritje. Pavarësisht dhe çka është interesante, pavarësisht kalimit të kohës që na sa më shumë po identifikojmë forma të reja të bullizmit, pavarësisht që po japim më tepër akoma informacione, e kam përshtypjen që sa më shumë po informojmë që as më shumë është rrit bullizmi. Dhe kjo është atipike për shkak se na do donim me pas efektin e kundërt. Tash shkollat në të vërtetë nuk kanë psikolog ose domethënë persona të cilat më duhet të merren. E vërtet kanë, po sa janë të efektshëm. Kjo është çështja. Domethënë shpesh e vrej që mungon vullneti dhe kur të flasim na i thojmë të dhënat kolaterale, pyesim për shembull prindin, e pyesim mësuesin, e pyesim vllahun, motrën, bla domethënë të klatë, po konkretisht të viktimës së bullizmit. Dhe shohim që psikologu mund ta ketë taku vetëm një herë. Dhe realisht në çdo rrethana ne nuk kërkojmë që të bëjmë të bëjmë terapi individuale. Në rastet e bullizmit është më e rëndësishme që na të bëjmë një farë intervenimi grupor, sepse ata nuk janë 1-2 raste, ata janë shumë raste. Mirë, po nuk duhet të punohet me fëmijën e bullizuar, duhet të punohet edhe me bullizuesin, sepse realisht bullizmi është një sjellje e cila është sjellje e bartur. Është një mekanizëm i kuptimit të rëndosjes së reagimeve në ambientin ku ashtu i ka realizuar në shtëpi. Që domethënë një i bullizuar bullizon. Prandaj qëllimi është ta ndalim këtë cikël. Mirë, po kjo është një padyshim që komponenta që në të dy rrethanat ndodhin në shtëpi apo në shkollë, e para që do të afektohet janë arritjet akademike. Po cilat janë paragjykimet më të shpeshta me të cilët fëmijët me nevoja të veçanta përballen, si nga bashkëmoshatarët, po ashtu edhe ndoshta nga stafi arsimor? Kjo pjesa, domthonë, zakonisht paragjykohen prej bashkëmoshatarëve atëherë kur nuk krijohet një klimë e mirë bashkëpunuese. Fatmirësisht në shumë shkolla kjo pjesë nuk vërejet shumë, për shkak që punohet qysh në klasën e parë herët nga ana mësimdhënësve. Këtu luan një rol shumë të rëndësishëm mësimdhënësi, se nëse mësimdhënësi edhe fatmirësisht në shumë shkolla kemi mësimdhënës tillë që krijon një klimë as mirë bashkëpunuese, saqë nuk vërehet, edhe kjo saktësisht është gjithëpërfshirja. Por saktësisht kjo që fëmijët me nevoja të veçanta të janë të përfshirë në shkollë jo vetëm fizikisht, po janë përfshirë në të gjitha aktivitetet dhe në gjithë plan programin. Prandaj përdorëm edhe i cekëm ato mekanizma të cilën e tha më herët, bile mes tjera është shumë i rëndësishëm, të cilën nuk e cekëm me mësimdhënësin mbështetës, që për fatkeqësi nuk janë shumët, edhe ka mungesë e që një shkollë gjithëpërfshirëse duhet gjithsesi ta ketë një mësimdhënës mbështetës, të cilët luajnë një rol shumë të madh në këtë pjesë, sidomos në adaptimin e fëmijëve, në procesin e krijimit kusheve të përshtatshme që fëmiu të ndihet i barabartë, të ndihet i pranuar. Dhe të gjitha ato mekanizmat që më herët i përmendëm, që vlerësim adekuat, që ofrimi një mësimdhënie adekuate, apo një plan i përshtatshëm, krijon pra që fëmia të jetë i pranueshëm. Sepse mësimdhënia edhe mësimdhënësi fokusohet në aftësitë e nxënësit, fokusohet në talentin, në atë që fëmia mund të bëjë, jo me atë që fëmia nuk mund të bëjë. Pra, do thotë deri kur rrim në atë pjesë, atëherë pranimi bëhet më i lehtë. Por shpesh herë nga praktika, nxënësit që janë me nevoja të veçanta brenda klase, por një mësimdhënës i mirë i vën pa aftësitë e tij. Qoftë nëse është sportist i mirë, qoftë nëse fëmia është një këngëtar apo një piktur i mirë, apo është një matematicien varësisht prej aftësive që ka, pro e kërkojnë nxënësit të i dhojnë vlerat i fëmijës. Pro, në këtë rast mund të jetë fëmiu me çfarë do vështirësie, por fëmijët fokusohen sepse fëmijët janë shumica e tyre janë jo paragjykues. Pra kur në hapat e parë, sidomos kur jemi në serë dhe në moshën parashkollore, pra fëmijët nuk paragjykojnë. Pra edhe i pranojnë, edhe mësojnë. Unë nga praktika shoh kur fëmiu është çështë në moshën parashkollore, integrum. Pastaj në klasën e parë tutje, pranimi është shumë i lehtë kur është me nxënës të njëjtë në një ambient të njëjtë. Pranimin më të vështirë bën pastaj ndryshimi i ambientit, ndërgimin në një shkollë tjetër, dhe sigurisht ajo
është fillimi, derisa nuk e njeh potencialin e fëmijës. Ambientimi. Në momentin se e njohin potencialin, shumë mësimdhënësit, apo edhe të tjerë, pro, se ne kemi edhe rastin, kum pas rast kur prindrit kanë ardhur kanë anku, pse është një nxënës me nevoja të veçanta në klasën e rregullt. Kam pas ankesa para 5 vite kur I kemi punsu asistent për herë të parë, 6 vite është bërë tash, pse po punson asistent para 5 vite. Sot është kërkesë tjetër, sot fatmirësisht kjo është pedia e lartë e prindërve, sot kërkojnë asistent. Dhe kena ndihmon ne si mësimdhënës, edhe si staf arsimor, për shkak se ne do thotë na ndihmojnë shumë asistente Në proces të edhe në punës. proces punës. Po, kjo është ajo që ndihmon kjo. Një gjë që unë kisha pas dëshirë me përmend, sepse është një komponent që më së shpeshti keq interpretohet, edhe që shpesh edhe bullizohen ose në një farë mënyrë ngacmohen, jo vetëm nga fëmijët, domethënë nga nxënësit bashkëpunëtorë, por ndoshta nga mësuesi. Janë disa vështirësi specifike që njihen me vështirësi në të nxënë. Domethënë tash nëse po flasim për shembull për deficitet e intelektit, ku fëmiu është më I vëndshëm për nga zhvillimi, ato jo raste të cilat mund të bullizohen, po me një farë mënyrë mësuesi gjithmonë është I Zoti për me gjetë resurset e fëmijës dhe I përdor ato, siç e tha Arbeni, për me fuqizu fëmijën, me bëmu një të integruar, se mos të keq kuptojmë diçka, tani njeriu ka shumë disa lloje të inteligjencave. Disa prej tyre mund të jenë me nivel më të ulur funksionim, por mundet me qenë shumë mirë në një fushë tjetër. Do thotë prandaj nuk bën me mendu që ky fëmijë nuk mund të më mbrojë asgjë. Por nëse flasim për vështirësitë në të nxënë, shpesh herë ne shohim që ato keq kuptojnë jo vetëm nga shkolla, por fillimisht nga familja. Ka fëmijë që mund të ketë një nivel më të avancuar të një vështirësie të njohur me emrin disleksi, që do të thotë konkretisht nervi optik I syrit interpreton në formë pak më të ndryshme simbolet. Ai ka shumë të vështirë për me lexu dhe me shkruaj. Dhe prindi thotë që është tepër I Zotit, do thotë gjitha gjanat I bën mirë, po kur vjen puna për detyra, nuk është tu I bë detyrat, nuk po don, dhe ata përdorin metoda të ndryshme, metoda të komunikuar, sepse nuk e targetojnë problemin në zemër dhe kjo ndodh për shkak të mungesës së një vlerësimi klinik që të kuptojë se çfarë është duke ndodhur. Tash në vështirësi. Edhe vetë prindrit vjen atë panikun që pse fëmia nuk po ecë përpara në këtë aspekt kur gjitha gjërat I bën shumë mirë. Pikërisht, pra, do thotë ky është I mirë në loja, ky është I mirë në çdo gjë, sepse realisht disleksia afekton mënyrën e identifikimit të simboleve, konkretisht ato që kanë karakteristika të njëtrajtshme. Mirë, po kjo nuk vret shumë kur ti bën lojë me telefon, për shembull, mundesh me vret ndoshta në formë të vizatuarit. Veçanërisht nëse ka një komorbiditet me disgrafin, sepse këto janë disa vështirësi të vogla neurologjike, ndryshime të cilat e japin këtë paraqitje. Domethënë më së shumti e vrem në këtë mes. E tash I prindët thonë që ky nuk do më mësu, nuk po më dëgjon, domethënë mësuesi shpesh thotë që pikërisht tash edhe mësuesi shpesh dëshon me do të paraqet si nxënës të dobët. Tash problemi është ky. Kur fëmiu ndjehet I integruar në një mënyrë dhe është duke mundu me dhënë kontributin brenda klasës. Përshqiet socialisht, komunikimin e ka shumë të mirë, por arritjet akademike ka shumë të dobta, si rrjedhoi e kësaj vështirësie, fëmiu e humb krahasimin social, I cili është baza kryesore e zhvillimit të fëmijës. Prandaj ai bie emocionalisht thyet. Pastaj kur të rritet, natyrisht kjo vështirësi mund të modifikohet. Këto janë vështirësitë që na përcjellin gjatë jetës, mirë, por fëmiu zhvillon mekanizma të rime të cilat me një farë mënyrë e kontrollon shumë mirë, rregullon këtë pjesë. Ai gjithmonë do të jetë një personalitet I mbarur. Që do të thotë nga një vështirësi e pa identifikuar me na çon deri ndryshimi personalitetit të fëmijës. Një mësimdhënës I mirë njofton familjen që ky është problemi, prandaj referon për më bë vlerësimi dhe sigurisht kur përshkallëzohet një ndihmë se si të veprojë me këto raste. Visar kur Arben, nëse të kemë ashtu diçka për këtë pjesë, okay. Po në pjesë shpesh herë këtë hasëm edhe tek disa vështirësi që mësimdhënësit ndihen ndonjëherë fajtor. Ndihen ndonjëherë jo të zot kashi këtyre vështirësive. Dhe shpesh nga mungesa e informacioneve. A ju ka ndodhur personalisht juve? Jo më personalisht, po kolegëve të cilët kam punuar shpesh ose me të cilët bashkëpunoj, shpesh ndjen një lloj fajësie, pse fëmiu domethënë nuk ka arrit shkrim lexim. Edhe nganjëherë është tendenca edhe mes mësimdhënësve, për shembull të cilët fillore dhe nivelet mesëm të ulët, shpesh ose mesëm të lartë. Nga praktika kemi pas shumë raste se thonë se është mundur se një nxënës na vjen në klasën e 9 nuk di shkrim lexim. Është saktësisht ajo që po thotë edhe Vesari se është një rregullim nervor që nuk është kap nga mësuesi dhe nga prindërit që është në fillim. Kjo është e rëndësishme që duhet ta kuptojmë mësimdhënësit. Është një rregullim, një vështirësi, por nuk është sëmundje dhe ai nxënës mund të ketë koeficientin e inteligjencës mesatar apo mbi mesatar. Por ne shpesh herë harrojmë se në jetë njerëz shumë të rëndësishëm të
botror, kam pas këtë vështirësi, kemi rastin e Einsteinit, i kemi rastin e shumë sportistëve, aktorëve, këngëtarëve. Ose kemi dhe në rrethin tonë që në shkollët mesme nuk kanë qenë nxënës të mirë për në fakultet, kanë bërë buj. Edhe sot i kemi emra të njohur janë. Saksisht, sepse ajo që e thamë më herët, është e rëndësishme të këta nxënës me gjithë ku ka aftësitë. Pra, edhe të ne është një absurditet, shpeshherë unë nuk pajtohem me këtë pjesë dhe kam shfaq. Si është e mundur se ne një nxënës në shkolla fillore kemi të shkëlqyer me gjitha notat shkëlqyeshme ose notat maksimale në të gjitha njësitë mësimore, ku janë kompetencat ose në çdo lëndë caktuar. Pra, këtë është e rëndësishme dhe na vështirëson procesin e orientimit profesional. Në vende të tjera ndoshta kjo është edhe kërkesë e prindërve që fëmia nuk duhet të vinë në shtëpi me një notë 4. Nëse mësues na shkakton të lëshë sepse nuk e dim se ku janë aftësitë e fëmijët për orientim. Vendet e tjera të zhvilluara, që klasën e 3-4 promovojnë informimin dhe orientimin profesional. Të ne vetë se ka fillu të punuar në këtë drejtim, por është jashtëzakonisht e rëndësishme ne të dim ku fëmiu ka talent dhe po merr notën me merit, ku po bën tolerime. Për shkak se kjo pastaj na orienton, shpesh na ndodh disbalancë ose mes rezultateve të nxënësve deri në klasën e 9 dhe testit të arritshmërisë, sepse testi i arritshmërisë organizohet në janë ndryshime të mëdha në testet e arritshmërisë. Ka ose matematikë maksimale aty në 12 Do të fol nga përvoja, domethënë se cilin nga janë. Dhe një problem tjetër e kemi që fëmijët tash gjatë vijimit me mësuesen janë vendosur raporte, është vendosur njohja, si dhe ka qenë shumë i mirë, tani mësuesja mbyll një sy, ja jep një notë pak më të mirë, tash kur del me arsimtar, aty është habia e madhe. Ka një rënje shumë të madhe. Tash prindje bjen te psikologu thotë sepse kjo ka humbur interesimin dhe realisht ka qenë gjithmonë i njëjti, mirë po mësuesja ka favorizuar. Vlerësimi ka qenë gjithmonë. Edhe pse personalisht mendoj që nota 1 nuk do duhet ekzistonte në shkolla, sepse nuk ka fëmijë që e meriton 1. Në të vërtetë, personalisht. Edhe 2 e lartë po, një mjaftueshëm, po jo 1. E vojnë gjitha mundësitë për mos marrë të ajo. Domethënë japin mësim plotësues, mësim shtesë, të gjitha mekanizma tjera edhe nga ana tjetër, nëse një fëmijë me nevoja të veçanta e dërgon në parashkollor, kjo është nga përvojat që ne edhe i kemi takuar, domethënë rrugtimet tonë tjetës, nuk mund të shkojnë në klasë parë nëse nuk ka mundësi që t'i kap gjitha çështjet arsimore ose pjesën arsimore të cilën e ofron klasa e parë. Mirë, po ai fëmijë duhet të trajtohet edhe më shumë nëse ka nevojë për trajtim, sepse ka shumë prindër që të kaloje sepse fëmia im nuk do ta humbi klasën e parë. Jo, kjo është e gabuar. Kjo është se ne kemi takuar këto raste në jetën tonë. Edhe po besoj që aty ndikon negativisht tek aftësia mendore e fëmijës. Ndikon jashtëzakonisht keq, për shkak se ne mendojmë që nëse eventualisht fëmiu nuk ka arritur me moshën për me arrit një material të caktuar, dhe po flasim për intelektin e tij, mirë po ka shumë të ngjarë që aspekti emocional po ashtu është me nivel më të ulur funksionimi, që do ta ketë vështirë edhe integrimin edhe vet ndër veprimin social dhe gjithë të tjerat. Pastaj çka duhet të bëhet në këto rrethana kur të bëhet vlerësimi dhe ne identifikojmë këto hapësira dhe ka është arritur mosha e fëmijës që nuk mund ta shtyej më për të vjuar konkretisht klasën e parë, atëherë fëmiu mundet me fillu klasën e parë. Mirë, po nëse vlerësimi tregon një nivel më të ulur të funksionimit dhe këtu doja me thonë këtë gjë sepse shumë e kemi këtë pjesë probleme prindër, duhet të aplikohet plani individual arsimor sigurisht. Kemi shumë prindër të cilët hezitojnë kushtimisht për mos me vup fëmijën në plan individual arsimor nga ideja që fëmiu pastaj kur të kryen shkollën mundet më identifiku si një fëmijë me nevoja të veçanta dhe kjo mund të më afektu të ardhmen e tij. Mirë, po na duhet të dimë diçka. Vështirësia nga vështirësia dallon, do të thotë specifikat janë të ndryshme. Përderisa një fëmijë i cili ka një vështirësi specifike, po me kalimin e kohës ai arrin rrit performancën në këtë vlerësim. Domethënë, i arrin premiset krahas moshës kronologjike, në rivlerësimin e radhës, ku mund të konkludohet që tani nuk është një fëmijë i cili do të përfitojë nga plani individual arsimor. Sepse është kriju përshtypja që po hyre një herë në plan individual, kur mos mundesh me dalë më, ashtu dhe pastaj kjo do ta përcjell gjithë. Ashtu. Dhe gjithë. Kjo është ndoshta edhe një prej gabimeve shumë që bëjnë prindërit që i vonojnë nxënësit ose fëmijët e tyre për shkollë. Për me këtë arsyetim që ndoshta të arrijnë një pjekuri edhe të të vonuat. Po edhe tek fëmijët pa probleme domethënë me nevoja të veçanta domethënë tek fëmijët domethënë që kanë arritje të suksesshme, shumë prindër thonë që
Jo se është herë ta çoj 6 vjeç në klasë të parë. Ta pres kur ta mbush moshën 7 vjeç. Po Visar më trego pak se ku është dallimi 6 dhe 7 vjeç tek klasa e parë, tek pjekuria, tek zhvillimi. Ka ndonjë zhvillim më të hofshëm 7 vjeçare si 6 vjeçare? Thënë të drejtën, tani na po shpjegohet kjo? Mënyra e kalimit të këtij tranzicioni nga një ambient i cili ka qenë jo shumë formal, i cili ka qenë me shumë lodra, shumë argëtim, dhe pa pritmas, po kalojmë në kurrikulën e cila po është relativisht strikte dhe obligative tek fëmijët, po shkakton një ndryshim shumë të madh. Qoftë në aspektin e njohjes së obligimeve, qoftë në aspektin e mënyrës së ndërveprimit. Mirë po, kjo shumë varet nga stili i prindërimit i cili e ka aplikuar gjatë rritjes së zhvillimit të fëmijës. Për shembull, ne po vrejmë që familjet të cilat kanë pasur një stil shumë liberal prindërimi. Fëmijët po kanë një jashtëzakonisht të vështirë përshtatje. Mirë po kemi familje të cilat kanë pasur një stil autoritativ, jo autoritar, domethënë autoritativ, disiplinës pozitive. Fëmijët po integrohen jashtëzakonisht mirë dhe vetëm po kanë të njohur konceptin e obligimeve dhe sigurisht efektin shkak pasojë, që do të thotë po janë plotësisht të gatshëm për shkollën. Tani çka po ndodh po ndodh shumë shpesh që fëmijët, prindërit kanë të drejtë me ditë për zhvillimin e fëmijëve të tyre dhe ata referohen për të bërë vlerësimet që duhet. Kur marrin rezultatet dhe kur shohim që fëmiu ka një zhvillim shumë të mirë, thotë mirë, tani ky ka 50 po që në shkollë me 50 sepse i bëhet koha. E kjo është shumë e gabuar. Për shkak se fëmiu akoma në ciklet të stadiet të zhvillimit të vet nuk e ka përmbushur stilin në mënyrë që ai të jetë i gatshëm për me mujt mi marr obligimet të cilat duhet. Ai ndoshta intelektualisht është shumë mirë, po emocionalisht nuk mundet me qenë plotësisht i gatshëm. Dhe pastaj gjithmonë po duhet me qenë të kujdesshëm për me njoftu prindin se cilat mund të jenë ato të cilat mund të ndodhin nëse fëmiu nuk është i gatshëm. Tash çka mund të më ndodh? Një fëmijë i cili është 5 vjeç e gjysmë, është intelekti i tij është i qëndrueshëm shumë i mirë, mundet me shkon në shkollë. Mirë, me kalimin e kohës fëmiu është duke deprimuar nevojën e tij për t'u argëtuar, për me përmbushur ciklin e lojës, mënyrës së ndërveprimit, dhe si rrjedhoi ne jemi duke parë që fëmijët pastaj po humbin interesin për shkollën. Dhe kur të vjen fundjava, ata kaq shumë kanë të nevojshme të dekompenzojnë motivet e tyre, saqë kur vjen e hënia ata shkojnë komplet pa vullnet në shkollë. Që do të thotë po e marrin një pjesë shumë të rëndësishme të përmbylljes së ciklit të zhvillimit fëmijëror, sepse dhe loja është pjesë e zhvillimit të fëmijëve. Do të thotë na po ndryshojmë ritmin e saj. Pjesa tjetër shumë e rëndësishme është ndonjëherë prindi thotë, "Ok, a di qysh? Unë po duam me çu fëmijën në shkollë më 7 vjet sepse vetëm shumë më 7 vjet." Tash edhe kjo ka pjesën e vet. Do të thonë nëse fëmiu po shkon në shkollë më 7 vjet, ai po është kjo mundet me qenë ndoshta me një farë mënyrë po i kemi të dy përvojat. Ai është më i rritur me 7, intelektualisht është tash më i gatshëm për shkak të moshës që kupton më tepër dhe po ka një vetbesim që pastaj po edhe po kontrollon klasën, po edhe me një farë mënyre po e merr veten. Por ka raste ku ai edhe mund të bullizohet për shkak të moshës. E domethënë, përsëri më e mira që kish me mujt me kohën është nëse fëmiu ka gëzonjë zhvillim tipik. E ka realizuar pjesën e parafillorit të fillohet me 6 vjeç shkolla në mënyrë që fëmiu me arrit mjaftueshëm. Sakt. E kam dhe një pyetje. Shpesh në për institucione arsimore, flasim për kopshtet, për shkollat, nëse fëmijët nuk tregojnë sjellje të mirë, domethënë i çojnë në dënim ose dënohen. Ka mënyra të ndryshme të dënimit. Sa ndikojnë sidomos tek fëmijët me nevoja të veçanta, Visar, për ju konkretisht? Sa ndikon masa e dënimit anën psiqike tek fëmijët? Deprimimi më i madh i interesave të fëmijëve dhe mënyrës së ndërveprimit. Integrimin e fëmijët, integrimin e fëmijët. Dhe pikërisht dënimi ndodh për shkak se mësimdhënësi nuk është në gjendje me e kuptuar natyrën e problemit që fëmiu e ka. Zakonisht më të shprehurat janë tek fëmijët të cilët kemi me çrregullimin ADHD. Është një vështirësi e cila e ndihmon ose e nxit aktivitetin kinetik të fëmijës. Fëmiu është vazhdimisht në lëvizje, koncentrimi nuk është në nivelin që duhet. Fëmiu mundet të koncentru kur e ka mësimdhënësin afër vetes, mirë po e humb koncentrimin përsëri. Shpesh rekton nxirren nga klasa, vujen të tabela, domethënë me një farë mënyrë i pengohet mos me vazhdu një aktivitet që ky do është për shkak se nuk ka ndajtur mirë në klasë dhe si rrjedhoi fëmiu pas e humb interesimin fare. A është më mirë të kemi dënim individual apo dënim kolektiv të klasës? Unë mendoj që në vend të një dënimi më e dobishme do të ishte përforcimi i sjelljes pozitive. Për shembull, një metodë e cila aplikohet zakonisht është metoda e zhetonave. Një mësimdhënës që e njeh natyrën e problemit dhe do me punu me një fëmijë që ka ADHD, thotë në xham. Thotë po e bëjmë një marrëveshje unë aty. Thotë nëse 15 minuta ti mua më dëgjon, edhe shkruan ato që kam shkruar në tabelë, unë do të jap ty një jeton.
Nëse ti bën 2 ose 3, unë do t'jap ty 10 minuta të lira që ti më dal në korridor, më shku në banjë, më shku Një lloj shpërblimi. Një lloj shpërblimi, sepse tash nuk ka një problem. Motivimi. Ose arshëtim i lëvizjeve. Ose në çasoj pjesës. Këtu ka një problem tjetër, nëse mësimdhënësi e nxjerr fëmijën nga klasa, realisht është duke shpërblyer sjelljen e tij. Sepse ai nga klasa është i lirë. I lirë. Domethënë, tash ai do të lëviz më shumë në mënyrë që më dal përsëri. Nuk përmendet fjala dënim, po është shpërblim, është duke nxitur kjo sjellje. Ashtu pra. Dhe si rrethoj fëmiu do të jetë i prirur për me përcjell të sjellje pak më shumë. Ose ka pas raste ku fëmiu e ka nxjerr, mësuesi e ka nxjerr fëmiu të trasa e zezë dhe ka lënë ndajt aty, shoku kanë filluar me qesh, këtij ka pëlqyer fakti që po ngazëllon shokun atë. Ashtu pra. Në kohën tonë po. E ka avancuar më tutje, që do të thonë ndonjëherë, duke mos e njohur mirë psikologjinë e fëmijët, duke dashur me modifikuar një sjellje, me ndryshuar, me përmirësu, na mund ta keq përshtasim atë. Dhe si rrethoj vijnë probleme të tjera, që do të thonë kjo është ajo që ndodh zakonisht kur mësimdhënësi nuk e kupton natyrën e problemit dhe përdor dënimin si formë të ndryshimit të sjelljes. Ne po vim drejt fundit podcastit. Po besoj që këtë temë specifike të fëmijëve me nevoja të veçanta e trajtuam në mënyrën e duhur, duke përçuar mesazhet e duhura tek veshët e duhura, po besoj. Po 3 gjëra që ne të duhej t'i adresonim në drejtoritë kompetente në komuna apo edhe tek Ministria e Arsimit, cilat do të ishin? Janë probleme ose kërkesa shumë të cilën vijnë nga pjesa arsimore, po ndoshta 3 më kryesore do të kishin qenë kjo fuqizimi i ekipeve komunale për vlerësim, që është shumë e rëndësishme dhe luan një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në mësimdhënie në shkolla. Kërsin shumë mirë edhe kërkesa e dytë punësimi asistentëve, i sa më shumë asistentëve, në mënyrë që të ndihmohen mësimdhënësit, sepse asistentët janë ata që ndihmojnë drejt për drejt nxënësve dhe fëmijëve, edhe janë jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe fatmirësisht ka gjenerata që janë të shkolluar dhe kanë përgatitje të cilat ndihmojnë shumë procesin e integrimit, procesin e përfshirjes dhe gjithë përfshirjes në nxënësve me nevoja të veçanta, edhe zhvillimi profesional i mësimdhënësve. Por të jetë në fokus në të gjitha shkollat që të gjitha këto që ne i diskutuam, mësimdhënësit i fitojnë vetëm nga zhvillimi profesional saktësisht nga trajnimet. Pra, shumica prej tyre në studimet e tyre janë specialistë të lëndëve të caktuara, po këtu sa i përket individualitetit, metodologjive, mësimdhënies individualizuar, mësimdhënësit i fitojnë nga trajnimi, nga zhvillimi profesional. Ndaj edhe shumë e rëndësishme është çdo komunë të ketë buxhetin e veçantë, çdo shkollë të ketë buxhetin e veçantë dhe qoftë edhe ministria të krijojë mekanizma që janë mundësi të shumta që secili mësimdhënës ta ketë mundësinë të ndjek trajnimet bazë, siç janë për gjithë përfshirjet, cilat do qoftë se janë të akredituar të shumta. Visar dhe për ju, me pyetja pak a shumë e njëjtë për prindrit dhe mësuesit. Cilat do të ishin 3 gjëra që do t'i adresoje tek ta në mënyrë që t'i ofroj ndihmë fëmijëve me nevoja të veçanta, t'jem pranë tyre. E para që do të doja të apo thënë më mirë ndonjë prind i ri. Prind i ri i cili ka një fëmijë me nevoja të veçanta. Një specifike. E para që do të doja të thoja është të fokusohemi tek resurset e fëmijët dhe jo tek pengesat e tij. Ato janë pikat motivacionale me të cilat fëmiu mundet me ia dalë. Unë jam shumë i bindur që kur kemi punuar me fëmijë të cilët me të vërtetë kanë vështirësi të theksuar në zhvillimin e tyre, përsëri kanë pasur një komponent të ruajtur, përmes së cilës ata munden me ndihmu fëmijën më zhvillu më tutje edhe të nxitet edhe në fushat e tjera përmes saj. E dyta është të ruhet ky komunikimi prind-mësues, sepse ata janë aleatët më të fuqishëm dhe më të rëndësishëm në jetën e fëmijët. Thot një komunikim i mirëfillt në këtë triadën mësues nxënës prind apo edhe edukator apo ndoshta edhe mësuesi mbështetës, asistenti dhe kushdo tjetër janë faktorët kyç të cilët do t'i garantojnë që po shfrytëzohen potencialet e fëmijës që më vonë fëmijën do ta mbështesin për jetë dhe natyrisht uroj me zemër që këto të cilat u diskutuan sot të jenë prioritetet e njerëzve të cilët i kanë pushtetin për të rregulluar këto politika. Mendoj që rregullimi i tyre ka më përmirësu jo vetëm jetën e fëmijët, por jetën e gjithë komunitetit. Andaj uroj që këto me të vërtetë do të jetë një mesazh i cili do të shkojë në veshën e dur dhe ne si qytetar të kësaj fushë që jemi mbesim për sa afërmi të shohim këto ndryshime. Ju falenderim të shumë për ardhjen tuaj, për gjitha informatat që i dhat për këtë kategori të veçantë të fëmijëve, të cilët i kemi shumë për zemër.
dhe shpresoj që gjitha mesazhet tona do të shkojnë aty ku duhet. Ne do të takojmë sërish për tema tjera, në mënyrë që ta ngrisim vetdijen tek qytetarët edhe tek institucionet tona për problematika të ndryshme. Elfi, ju falenderoj për mundësinë dhe është privilegji im të shërbej komunitetit të cilin jetoj. Një falenderoj për ftesën, të paktën shpresojmë se këto diskutimet të shërbejnë qoftë prindërve, mësimdhënësve apo edhe persona të tjerë që merren me nxënësit me nevoja të veçanta. Faleminderit shumë, shikues nderuar, me mesazhet e pedagogët special Arben Zabeli dhe të psikologut klinik Visar Sadiku. Do t'ju uroj gjithë mirat, por të ritakuar sërish në podcastin e radhës Shëndeti rënd parë e mbështetur nga United Hospital. Mirëmbëngjes.